Salam aleikum, për ne shoferat që vëzitim brenda Kosovës, a duhet të shkurtohet namazi? Aleikum salam, rahmetullahi wa barakatuhu. Nëse plotësohen kushtet e shkurtimit që nuk duhet të hyjnë në detaje, për arsye se hoxhallarët e nderuar japin fatva pak a shumë të paraforta, por mund të kenë dallime të vogla, gjithë secili le çka le ta pyet hoxhën e vet për detaje, por nuk është kusht që udhëtimi të jetë jashtë shtetit por të shkurtu namazi. E rëndësishme me plotësu kushtet e shkurtimit të namazit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka shkurtu namazin, e ka shkurtu mrenda shtetit vet, nuk ka dalë jashtë shtetit, domethënë nga dishullit arabik aty ku ka jetuar, prandaj nuk ka kurfar problemi nëse e mrenda Kosovës. Çfarë përgjigje jap unë? Mes asaj 80 e ca kilometër apo mas paku që mund të afrojmë kilometrazhen është nëse del prej regionit tanë. Jo prej komunës, po prej regionit. Spaku, për shembull 01 del në 02. I keni parasysh tabelat e makinave. Ose 02 del në 03. Këto, të më thonë, këto forma, po i konsideraj, unë po mendoj që nëse arrijet kjo gjë, s'ka problem, edhe pse jeni shofera për shembull të postave të shpejta, ose transporte me shlepera, kamionat mëj, nuk ka probleme, lejtë Allah të zgjel. Pra kjo mas paku, ajo jo si del prej qytetit tanë sen, kisha me thonë pak me pas kujdes, jo se s'ka mendime djetare, po unë do t'isha kanë pak i kujdeshëm, ma mirë me ik pak do gjykimeve, ose dyshimeve që mund të keq kuptojnë xhamati, gjithmonë po them për një urtësi të caktuar, spaku mas spaku që shkurton namazin është kur dalish prej regionit tanë. E nëse i mrin 82, 83 kilometër, ajo hala ma mirë. Mos e shtrëngoni punën, mos u armitsani, mos lidhni qykën për inatit njëri tjetrit, jo, feja është me mirë kuptim, me qetësi, edhe me devotshmëri karshi Allahut.